Ndryshe nga disa qytetet të tjera të vendit në Gjirokastër, rritja e çmimeve të karburantit nuk është reflektuar ende. Aktualisht, 1 litër naftë tregëtohet me 175 lek, ndërsa benzina shitet me 176 lek për litër, ndërkohë gazi vazhdon të tregëtohet me 57 lek. Edhe pse në disa tregje të tjera të vendit është vënë re një tendencë rritjeje e çmimeve në pikat e tregëtimit, në Gjirokastër ato ende mbeten pothuajse të pandryshuara, duke mos reflektuar ende luhatjen e fundit të tregut të karburanteve. Lufta bet atje, çmimi rritet këtu. Çudia. Sa e përballueshme do të jetë për ju nëse rritet? Po e pa përballueshme fare. Nëse çmimi i karburantit rritet, si do ndikojë kjo? A do të rritet bileta? Asnjëherë s'është rritur bileta. Bileta është e njëjta ka kaq vjet. Çmimi rritet, bileta nuk rritet. Ne jemi të vetë punësuar, thjesht nxjerrim rrogën tonë asgjë tjetër. Me këto taksa, me këto tatime, me këto shteti i kontrolloj bizneset, karburantit, s'ka arsye ta ngre çmimin. Kërcet një minë atje, 200 lekë më shumë çmimi këtu. Ç'bëhet? Turpi botës. Shqyr zoti bizneset në Gjirokastër. Në sa shohum shumë si kanë rritë çmimin. Po një sinjal u dha që do rritet çmimi e i ndërruan tabelat më njëherë, ndërruan numrat. E nuk pjesën më tani. Këtu bëhet si qua do qefi. Ajo është kryesorja, që mos abuzojnë me çmimet, po këtu nuk mirret vesh se ç'bëhet. Ndërkohë, autoriteti konkurencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve në vend, si në tregëtin me shumic, ashtu edhe në atë me pakic. Bëhet e ditur se nga ky institucion do të ndiqet nga afër luhatja e çmimeve të naftës, benzinës në pikat e shitjes për të verifikuar nëse ato janë në përputhje me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Autoriteti paralajmëron se çdo rritje pa justifikuar në praktik që cënon konkurencën do të trajtohet sipas ligjit, me qëllim garantimin e një tregu transparent dhe mbrojtjen e konsumatorëve.